Padurueshmëria jonë duhet të edukohet duke u inspiruar te Muhammed Mustafaja sallallahu ta'ala alaihi wasallam, i cili në vitin kur i vdiq gruaja Hatixha, i vdiq Ebu Talibi Minxha, edhe e izoluan dhe e internuan 3 vjet në atë kodrën Shiba, edhe aja atëherë në atë vit u quajt viti i dëshpërimit dhe i pikëllimit, atë vit shkoj në Taif, në Mekë, i humbi shpresa se nuk e besonin, donin bile ta vrisnin, e dini që shkojnë Taif, afër Mekës. Edhe atje si e pritën katastrofë. I organizuan burra, gra, pleq, disa të çmendur, ta gjujnë me gur. Para mendoni. Pikëllim mbas pikëllimi, vuajtje mbas vuajtje pejgamberi alayhis salatu wasalam. Shkoni pse e përmenda këtë? Edhe kur kthehet në periferitë të Taifit, aty ka pas një kopsht të rushi. Edhe Amari ka qenë, vetëm një shoqërues ka pas Muhamedi alayhis salam. Amari. E aty i rreth gjak trupit të Muhammed Mustafa sefte në historinë e thirrjes islame të predikimit të tij. Fillon të rreth gjak për këtu, ka kamët, ka krahët që kanë ngurzuar. Me gure kanë përzon, e dini? Me gure kanë përzon për Taif, i dashullah. Edhe pejgamberi alayhis salatu wasalam i vjen Xhebraili alayhis salam. Çfarë i thot? O Muhammed, Allahu të ban selam. Allahu thot, fol. Vetëm thuaj çfarë do të bëj unë me Taifin. Me krejt banorët të Taifit. Ja qon melekun e kodrave. Melekun e kodrave ja qon. Meleku i kodrave i thot se Taifi ka qenë mes 2 kodrave, ashtu i bom si qytet. Qytet e vogël, shekullin e 7. Ka thonë, o Muhammed, a don t'i bashkuj këto 2 kodra si sharin me sogore që kemi, ashtu. Nisoj. A don t'i bashkuj për një disa sekonda këto 2 kodra? Harohet kjo po? Jo, thot jo, stakfirullah, thot Muhammed alayhis salam. Shkoni interesant. Njeriu që është edukuar direkt prej Zotit. Ne mund të edukohemi prej Kuranit, sot direkt, i vjen prej Zotit. Ka thonë, jo, innahum qaumun la ya'lamun. Ato që nuk dinin, thot. Edhe bën dua, o Zot, bëre popullin e Taifit nga besimtarët e devotshëm, udhëzoj ata. Çfarë ndodhi? Më vonë, komplet Taifi u bë musliman ndër muslimanët më të mirë të asaj kohe. A si kur të bënd të dua Muhamedi alayhis salam o Zot shkatroj me natyrën tonë. Shef, kjo është testi i sabrit, është i durimit. Amba çdo durimi ka shpërblim të madh. E këto krejt do ilaçe merren nga Kurani. Nëse nuk miremi me Kur'an, ne do vazhdojmë kështu si shohim, si bojnë tjerë do bëjmë edhe ne. Allahu na ruajtit inshallah. Allahu na uzoft inshallah. Allahu i mbrojt familjet tona, rinin tonë inshallah nga çdo vezë dhe fenomen i keq. Na mëshiroft neve, na shtoft riskun tonë, shëndetin tonë, i uzoft familjet tona, i shëroft të sëmurët tanë, i boft magfiret të vdekurit tanë, dhe fjala jonë dhe frima jonë e fundit në këtë dynjë qoftë la ilaha illallah Muhammedur Rasulullah walillahi al-Fatiha.